Shpërthim rekordi i rasteve me ciklospora në SBA Michigani në qendër të hetimeve. Shtetet e Bashkuara po përballen me numrin më të lartë të rasteve të regjistruara ndonjëherë të infeksionit nga paraziti ciklospora, i cili shkakton diarre dhe probleme të rënda gastrointestinale. Mbi 30 shtete kanë raportuar raste gjatë këtij viti dhe autoritetet shëndetësore besojnë se rekordi i vitit 2019 është e kaluar. Epicendra e shpërthimit është Michigani, ku janë konfirmuar 3.300 raste. Pas më shumë se 1.000 intervistave me pacientë tusit, kanë identifikuar sallatën marule dhe sallatat jeshile si produkte që shfaqen më shpesh në historikun ushqimor të infektuarve. Për këtë arsye, Departamenti i Shëndetësisë në Michigan nuk ka rekomenduar konsumatorëve të blejnë koka të plota maruleje, të heqin gjethet e jashtme, ta lajnë mirë produktin përpara konsumit. Gjithashtu këshillohet shmangja e sallatave të gatshme në qese dhe përzierjeve të parapërgatitura. Autoritetet federale po hetojnë dhe shpërthime të lidhura në Ohio, Kentucky dhe West Virginia, duke dyshuar se mund të kenë të njëjtin burim. Ndërkohë, rrjeti i restoranteve Taco Bell njoftoi se ka hequr përkohësisht disa përbërës nga restorantet e përzgjedhura si masë parandaluese deri në përfundimin e hetimeve. Ciklospora zakonisht nuk është sëmundje vdekëpruese, por mund shkaktojë diare të zgjatur të rënd, dehidratim dhe komplikacione sidomos tek të moshuarit.